97-98, ne do ju rozojmë me pace. Për gjithë diasporën që ka ardhur, Saulan Balla ju ka bërë një foto dhe thonë që jemi ne jaj. Tregoni nga këtu sa jemi ne! Nuk ka jaj Saulan që përret ka shumë, është gjak shqiptari! Shqiptar, o popull që som, jemi të pandar! Kam nevojë vetëm një moment për qetësinë tuaj. Kemi ditë që i thrasim diasporës të vinë në shtëpi, të vinë në shesh, dhe diaspora ka ardhur sot, si ai tashi me këmbor, që futet në barin e shtëpisë të vetë, mbretëror! Për t'i vënë në Shqipëri, më në fund, në kokë do kuror! Prisni ju lutem, e ka me shumë rëndësi. Ju lutem, të dashur, shqiptare ka me shumë rëndësi këtë merat. Unë vi nga diaspora e Berlinit, diaspora zemra jonë. Ne pa ty na gjunjëzojmë, ne me ty jemi fuqi, që mundi perandori. Mos e harroni asnjëherë, se kur jemi bashkë, të pandar, nga interesat tona vetjake, nga Afrika, nga partit, ne kemi më shumë fuqi se çdo perandor. Shqipëria jonë e re ka ndodhur, me fitore do dalim nga ky shesh, të gjithë bashkë, do ta ndërtojmë këtë vend, më mirë se më parë, ju dua! Dorheqe, 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 dorheqe. Vëzër motër një mrolla, Bajram Kopoqi nga diaspora e Brukselit. Ju falenderoj gjithë shqiptarë sa shumë jeni! Vëzër motër, kjo klasë politike 35 vjeçare, me ca kryshte për studië televizive, që mundohen të na poshtojnë, të na shesin, kur nuk do të pranojmë, kur nuk do të pranojmë, ne jemi shqiptarët, ju këtu jeni mrapa, dhe ju që boni politika kundra shtetit shqiptar, ju jeni tradhtarët, ta dini, po vjen fundi, po fundi hidhur, Saliu Burg, e dini Burg, Rama Burg, Saliu Burg, Rama Burg, Saliu Burg. Vëzër motra, të gjithë bashkuar këtë revolucion që dalin në fund. Në qofë se mendoni të vini se sot doli aty që thote tja, shive se mua më kanë quar mesazhe, jo jetoj në septërhetje, unë nuk do t'i mori në tepsin, e për t'i lonë gjitha, se nuk e ke pronën e Surrelit tu. Tu vendosi shqiptarët, kanë vendosur dhe do të vendosin, Edi Rama në Burg, dashu shqiptarë në zjatë se që do të flasin, të bashkuar për ta shkatruar këtë sistem. Faleminderit diaspora, faleminderit shqiptar, faleminderit Kosova, faleminderit Ballbin Kurtin, që ne heshte na ka mbështetur dhe do ta mbështesë prap. Shumë faleminderit shqiptar. Diaspora është me ne, diaspora është me ne. Kjo është një protestë e gjallë, sepse ne kemi shumë vite që marrim pjesë në protesta. I drejtojmë ato, i organizojmë dhe marrim pjesë edhe si pjesëtar.
Dhe është e para herë në historinë e Shqipërisë që një protest paksohet dhe pastaj shtohet më shumë se kur më parë. Është e gjallë. Kjo është një protestë e gjallë. Prandaj po ju them, juve përfaqësuesve të sistemit të vjetër 80 vjeçar, Rama e Berisha me kompani, ju ka ardhur fundi. Kjo nuk është një protestë të tjerat. Kjo është protesta që sjell fundin tuaj dhe fillimin e Shqipërisë së re. Rama në burg, Berisha në burg. Të gjithë atyre përfaqësuesve të sistemit të vjetër politik që sillen në rrjete e në televizione dhe fyejnë popullin shqiptar që e ka të mbushur të bulevarde dhe këtë shesh, mos guxoni të fyeni popullin, sepse do të keni një fund të hidhur. Është i gjithë populli i bashkuar këtu, shikojeni, plasin i sytë, nga sheshi Skënderbej deri te sheshi në Tereza, e gjithë Shqipëria. Dhe ju them me një fjalë të fundit, ata që duan ta përvetësojnë nga pseudo opozita, protesta është kundër Ramës, kundër qeverisë, po është dhe kundër pseudo opozitës. Dakor? Nuk e përvetësoni dot. Ja, Gjojeni. Rama në burg, Berisha në burg. 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 Ose një motra, një Rama. Një nominata dhe diaspora Itali, Gjumë Sinani, nga Dibra. Ne kemi një shembull shumë të mirë nga Dibra, për shembull në kohën e Turqisë, u mlodhen në malet e Dibrës, falen gjashët, për të bashkohë gjithë bashkë, për të bëbal Turkut. Sot i bëjnë një thirrje të gjithë administratës, prindërve të tyre, të afërmit të tyre, dilemeve të punës, të bashkohen me popullin, të bashkohen me emigrantët, se ne jemi ardha e vendi, ne jemi ardha të vendi. Gjithë bashkë, Rama në burg, Berisha në burg. Edhe një pyetje kisha për Sali Berishën. Kur ka ardhur në 90-ën në Peshkopi, kur ka bërë mitingun e parë, kanë qenë në lishtën e parë, kanë qenë fëmijë. Unë sot kam 34 vjeç që lini tani. Në ka shgënjur ka shumë që sipas meje